Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV. Jam këtu për të ndarë lajmet më të fundit, për të ndarë ngjarjet më të fundit, për të komentuar mbi dinamikat në fakt që po përjetojnë dhe po kalojnë personazhet publik. Dua të ndaloj pak tek Selina dhe tek Gimbo, një dyshe që në fakt publiku është shumë kureshtar të di se çfarë po ndodh me to. Si po shkon marrëdhënia e tyre, ndaç e marrëdhënia e dashurisë, ndaç marrëdhënia profesionale, por edhe marrëdhënia në fakt me familjarët, por edhe me shoqërinë. Është përfolur shumë në fakt raporti i Gimbos edhe Gjestit si një raport i krisur, por fatmirësisht nuk është e tillë e vërteta, do të thënë Gjesti dhe Gimbo kanë një raport shumë të mirë mes njëri tjetrit, po ruajnë akoma atë shoqërinë e tyre, po ndihmojnë njëri tjetrin në rritje të karrierës, në zhvillim të karrierës së tyre. Gimbo është pothuajse akoma në fillimet e famës dhe po shfrytëzon në maksimum atë imazhin që në fakt arriti nga Big Brother, sepse Big Brother është vërtet një derë shumë e mirë që të ndihmon dhe të jep parime që ti ndoshta edhe nuk e imagjinon dot se do t'i kishe përjetuar apo do t'i kishe marrur, ndërsa në anën tjetër kemi Selinën e cila po investon në hapa të sigurt në karrierën edhe në famën e saj. Do të thënë me hapa të sigurt po i çon të gjitha gjërat, po sjellën vërtet një të ardhme goxha të mirë. Përpos që çifti po shijojnë ditët e tyre të bukura, do të thënë është përfolur jashtëzakonisht shumë një dasëm e mundshme në një ambient super luks, por çifti ka vendosur siç duket që do të thënë këto komoditete, këto lukse t'i bëj pak më andej, një herë të shijojnë marrëdhënien, të shijojnë dashurinë dhe të jenë lumtur. Do të thënë është përfolur shumë edhe raporti i Selinës me Gretën si dy kunata, por në të gjithë këtë rrugtimin Selina dhe Gimbo më besoni që janë shumë të përmbushur. Ndaç në raportin me Gjestin, Gimbo është duke ruajtur një shoqëri shumë të mirë dhe kanë një afrimitet jashtëzakonisht të lartë, ndaç në raportin Greta dhe Selin, do me thënë dy kunata kanë një raport fantastik, por edhe në raportin e dashurisë së tyre. Unë mendoj që Gimbo dhe Selina e ndjen që në veten e tyre që vërtet kjo marrëdhënie do të jetë një marrëdhënie e shkëlqyer, do të jetë një marrëdhënie fantastike, do të jetë një marrëdhënie që do të sjellën vetëm dashuri, do të sjellën vetëm pozitivitet dhe gjëra të bukura dhe e vazhduan këtë rrugtim. Dyshja po kaloj çaste shumë të mira, me jetesë janë duke bashkëjetuar të dy së bashku, do të thënë po ndajnë momente të dy së bashku dhe raporti është shumë në rregull. Presim nga çifti që nga shtatorit na sjellin vërtet gjëra shumë të bukura.